Një nga shtresat më të vuajtura janë dhe pensionistët dhe në veçanti pensionistët minatorë, për të cilët ka kaq vite u shkelet me këmbë e drejta për të qenë në nivelin e tyre, në dignitetin e tyre, për të pasur statusin e minatorit, për të pasur dhe kërkesat e tjera domosdoshme që janë siç është spitali profesional për silikozën, për minatorët që akoma për minierat janë funksion sot siç janë metaloferët, dhe njëkohësisht edhe për trajtimet shëndetësore, për trajtimet shëndetësore në kërkesat e tjera të nevojave personale për çdo njeri, jo çdo lloj minator ka vetëm nevojë, ka smundje profesionale, ka dhe smundje tjera të cilat i shoqërojnë për edhe për arsye të moshës. Sepse sot mosha më e madhe atyre, përveç se trajtimit keq nga ana e pagës, kanë edhe pasoja me shëndetin. Dhe këto nuk i mbulojnë dot. Nuk mbulojnë dot shumë kërkesat tjera për të cilat ata kanë nevojë. Dhe kjo i shtyn ata të ngrihen protestë sot edhe kurdoherë, protestë të cilët kërkesat e tyre nuk kanë dëgjuar që nga presidenti dhe deri poshtë. Pavarësisht se këto janë bërë dhe kryeministria, po një president njëherë nuk ka fort për minatorët. Jo më kryeministrat ose ministrat ose drejtoriet veçanta specialiteteve të tash. Prandaj minatorët ngelen gjithmonë, jo vetëm kaq, po më të ofenduarit për sa i përket nga këndvështrimi i shtetit. Dhe këtë kërkojmë sot edhe këtu bashkë me këta njerëz që jemi mbledhur të specialiteteve nga ndryshme për të drejtat dhe luftën kundër korrupsionit.